Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Janë dy pika që do të trajtojmë me lejen e Allahut azza wa jall. Pika parë se çështja parë është që mekanizmat mbrojtës për dyshimeve, para se më të ardhë para dyshimit, para se godit dikon dyshimit, çysh më mbrojt për tyne, edhe e dyta, njeriu i cili është sprovuar me dyshime në besim, çysh do të mi trajtu këto dyshime dhe çysh do të mi shkule dhe mi hjek për vetvetes së tina, për zemrës së tina. Sa për këtë çështjes së parë, pra mekanizmave mbrojtës prej dyshimeve, së pari është një pikë e rëndësishme që e dimë na të gjithë. Mirë po, është e rëndësishme me u potencu këto. Tritë e sotit ndryshojnë prej trive të cilët kanë qenë para 20 vjetëve, 30 vjetëve. Edhe psikologjia tyne ka ndryshuar, mentalitetit tyne ka ndryshuar, gjuha tyne ka ndryshuar, emocionet e tyne ka ndryshuar, mentalitetit, domethënë mënyrat mendumit, shumë çështje kanë ndryshuar dhe janë transformuar. Prandaj është e rëndësishme me pas këtë parasysh këtë çështje. Dhe ne vijim do t'i përmendi disa mekanizma mbrojtës para se me ndodh dyshimet. Pika e parë, çysh me mbrojt të dyshimet, është me i forcu bindjen në bazat e Islamit, me forcu bindjen në çështje të besimit, edhe në çështje të fesë në përgjithësi. Sepse kur zemra është e bindur në Islam, edhe ka shiju ëmbëlsinë e imanit, atëherë më e vështirë është që ajo zemër me u lëkund. Më e vështirë është që ajo zemër pastaj në qoftë edhe lëkundët, domethënë shumë lehtë me deviu. Për arsye se e ka shijuar atë ëmbëlsinë e imanit edhe i din çështjet. Mirë po, çysh me forcu këtë bindje, janë disa metoda që kam përmend dietarët. Metoda e parë është me ngjallat meditimin në ajetet Allahut azza wa jalla ose në çështjet e ndryshme kozmologjike në kozmos, domethënë meditimin në ato krijimtarinë Allahut azza wa jalla. Sa më shumë që njeriu mediton në krijimtarinë Allahut azza wa jalla, atëherë ka më forcu bindja tij në Allahun azza wa jalla, ka më njoft Allahun azza wa jalla, ka më njoft madhrinë Allahut azza wa jalla, kjo pastaj ka më ndikuar që më friku pe Allahut azza wa jalla edhe me shpresuar Allahun azza wa jalla dhe me dashur Allahun azza wa jalla. Pra, njeriu sa më shumë që mediton në krijimtarinë Allahut azza wa jalla, kjo duhet me shkaktu tek ai edhe me rrit imanin edhe me shkaktu tek ai bindje më të fortë. Shumë njerëz sot janë të mahnitur prej teknologjisë të ndryshme, robotave të ndryshme ose shpikjeve të ndryshme, dhe mahniten me ato se çka kanë shpik njerëzimi. Mirë po më të mëdha dhe më mahnitshme është krijimtaria e Allahut azza wa jall. Mirë po njerëzit ndoshta që pasi që vazhdimisht i shikojnë ato nuk meditojnë. Këto mundën me vret më shumë ata të cilët për shembull studiojnë shkencat eksakte, studiojnë njerëzit të ndryshëm, për shembull çështje të ndryshme të mjekësisë edhe si funksionon trupi i njeriu edhe nëse i studion në detaje, atëherë do ta njeh Allahun azza wa jalla edhe do ta madhron edhe më shumë Allahun azza wa jalla. Edhe kjo kam ja forcu bindjen në Allahun azza wa jalla. Çështja tjetër është me forcu që për çështjeve tjera që e forcon bindjen është me meditu në Kur'an. Shumë njerëz lexojnë Kur'anin, mirë po të pakta janë ata të cilët e meditojnë Kur'anin. Allah azza wa jalla në Kur'an ka përmendur shumë për argumenteve edhe logjike, po edhe argumente fetare, dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dihet që idhujtar kanë pas dyshime të ndryshme. Kanë hull dyshime të ndryshme rreth pejgamberit alayhis salam, rreth ditës së gjykimit, rreth Kur'anit, rreth Allahut azza wa jall. Dhe Allah azza wa jall në Kur'an është kundërpërgjigj ndaj këtyre dyshimeve. Për këtë arsye njeriu i cili mediton Kur'anin, ato do të gjen shumë prej kundërpërgjigjeve ndaj dyshimeve të njerëzve, domethënë që sot i hudhin ato dyshime. Çështja e tretë është që më interesu për edhe me mësu për emrat e Allahut azza wa jall dhe për cilësitë e Allahut azza wa jall, me meditu në emrat dhe cilësitë e Allahut azza wa jall. Dhe meditimin e emrave dhe në cilësitë e Allahut azza wa jall shkakton, domethënë e bin njeriu edhe më shumë, po edhe shkakton ai që tek ai madhrim të Allahut azza wa jall.
Sa më shumë që njeriu e njeh Allahun azza wa jall, e madhron Allahun azza wa jall, edhe ka më desht Allahun azza wa jall, ka më friku pe tina, ka më shpresu tek Allahu azza wa jall, ka më mbështet tek Allahu azza wa jall. Problemi më i madh është se një pjesë e madhe e njerëzve nuk e njohin Allahun azza wa jall. Nuk e njohin përmes emrave dhe cilësive të Allahut azza wa jall, po e njohin vetëm se ka një Zot, ka një krijues e kështu me radhë, një iman ose një njohje e përgjithshme. Sa më shumë që një njeriu thellohet edhe e njeh Allahun azza wa jall me emrat edhe cilësitë e Allahut azza wa jall, kjo ka më forcu bindjen e tij në Allahun dhe pastaj edhe në fenë Allahut azza wa jall. Po ashtu edhe mi kushtu vëmendje adhurimit të zemrës, adhurimit të ndryshme të zemrës. Po ashtu edhe adhurimit në përgjithësi. Se njeriu kur i kushton vëmendje këtyre adhurimeve të zemrës, atëherë edhe ka me përjetu ata që përmendëm më herët, domethënë ka me përjetu ëmbëlsinë e imanit. E njeriu kur e përjeton ëmbëlsinë e imanit, atëherë është vështirë që domethënë ka më largu pe kësaj ëmbëlsie. Për këtë arsye, Herakliu kur e ka pyet Ebu Sufjanin, mes tjera që ka pyet në prezencën e aty në idhujtarëve të tjerë, edhe e ka pyet, ka thonë hel yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi qalu la qala fakadhalika al-iman idha khalata bashashatuhu al-qulub. Thot e ka pyet ata, a ndodh dikush prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u kthy nga feja, me deviju, me u bë jo besimtar, me u bë kafir, pasi që ka hyrë në fe? Kan thonë jo. S'ka ndodhur që dikush në periudhën, sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me u kthy edhe me deviju. Ka thonë kështu është imani kur hyn në zemër ose domethënë kur e prek në thellësinë e zemrës, atëherë domethënë s'ka mundësi me deviju. Pra njeriu kur të shijon imanin e tij, kur hyn në thellë ai në zemër, edhe pas në zemër, edhe pastaj e shijon ëmbëlsinë e imanit, s'ka mundësi më masane me deviju. S'ka mundësi me lejen Allahu azza wa jall me deviju. Edhe çështja tjetër që ndihmon njeriu me forcu ata në fe, me forcu bindjen e tij në fe është me ndëgju ose me lexu rreth islamit të muslimanëve të ri. Islamit të muslimanëve sidomos perëndimorëve. Kur i ndëgjon raste të ndryshme, pse kanë pranuar ata islamin, atëherë ka më ju forcu atij në bindje në islam. Se vërin raste të ndryshme. Në pjesë e madhe tyne, për shembull, e kanë pranuar islamin jo vetëm ashtu kulturë, po e kanë pranuar islamin për arsye se e kanë studiuar islamin, kanë lexuar Kur'anin. Një pjesë e madhe e tyne, pse kanë hyrë në islam është për shkak të leximit të Kur'anit. Për shembull, përmendet nga njëri që thotë ka ndikuar tek ajeteve të para dhalika al-kitabu la rayba fihi. Do të thonë ky është libri i cili nuk ka dyshim në ta. Sigurisht po do më sfidu që hajde tash ti po don me ditë se do të thonë ky është libër i cili nuk ka dyshim në ta, hajde gjej diçka në ta që më vërteton të kundërtën. Do të thonë ky ajet kuranor, ka ajete të ndryshme kuranore që kanë ndikuar tek jo besimtarët e pastaj e kanë përqafuar islamin. Për dallim për njerëzve të tjerë që janë mësuar me islam ose janë rrit në islam, ata ndoshta edhe nuk e dinë ato, domethënë bukuritë e islamit. Për këtë arsye, njëra prej atyre metodave që qysh me forcu bindjen është edhe me ndëgju ose me lezu raste të ndryshme të muslimanëve të ri që kanë përqafuar islamin. Çështja e dytë, prej mekanizmave mbrojtës është me mësu mirë besimin edhe me mësu mirë fenë. Do thonë me mësu mirë në mënyrë sistemume, sidomos në mënyrë sistemume, çështjet e akides, sepse nëse e din akiden mirë, ti e din, do thonë çka duhet, edhe e din edhe për shembull me mësu të kundërtën e imanit që është me mësu rreth shirkut, çka konsiderohet shirkë, çka konsiderohet kufër, çka konsiderohet nifak. Ti e din, do të thonë edhe besimin e ki parasysh edhe din në hollësi besimin ndaj Allahut azza wa jall, po edhe ki parasysh ato të kundërtën që më shmangë dhe më rujt prej saj. Araftu sharra la li sharri walakin li tawqihi man lam ya'rif sharra li tawqihi waqa fihi. Që kanë thonë e mësova sherrën jo për shkak të sherrit se du sherrën më pa për më rujt tina, ai i cili nuk e din sherrën, nuk e mëson
edhe shirrin në këtë rast, domethënë nuk din rreth kufrit, rreth shirkut, se çka është kufri, shirku edhe nifak, atëherë ka mundësi me ra në to. Për këtë arsye njeriu duhet me mësu mirë fen. E sidomos çështje të ndryshme që mundet me kalimin e kohës me pas dyshime rreth tyne, sikurse domethënë duhet me mësu mirë rreth Allahut azza wa jall, rreth njëshmërisë së Allahut azza wa jall, rreth profecisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe rreth çështjes së kaderit, sepse një pjesë e madhe e njerëzve ka mundësi me deviju në fe dhe me boju besimtar se kanë problem me çështjet e kaderit. Kjo është që duhet me i kushtu vëmendje dhe Ibrahimi alayhis salam është ai i cili ka qenë babai i profetëve edhe imami i muahidinëve, imami i atyre që kanë njësu Allahun azza wa jall, megjithatë është frigu për veten e tij dhe për pasardhës e tij nga shirku. Wa janubni wa baniya an na'budu al-asnam. Fatan Allah azza wa jall duke treguar për Ibrahimin alayhis salam, më largo mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. Për këtë arsye ka thënë Ibrahim at-Taymi, wa man ya'manu al-bala ba'da Ibrahim. Wa man ya'manu al-bala ba'da Ibrahim. Thatë kush mundet më ndi i sigur nga sprova pas Ibrahimit alayhis salam. Pra njeriu do të mësoj mirë fen. Si të mëson mirë fen edhe në detaje, si të mëson besimin, edhe çështje të ndryshme të fekut, edhe ato çka është argument, çka konsiderohet argument, edhe çka nuk konsiderohet argument, edhe kjo vim me treguat pikën tjetër e cila është me rëndësi, se duhet me ditë mirë se cilat janë referencat. Pikahet e marrim në fen, cilat janë referencat tona. Referencat në çdo fe ose në çdo filozofi janë të ndryshme. Disa i pranojnë vetëm shisat, disa i pranojnë edhe mendjen, disa i pranojnë disa çështje të tjera. Mirë, por mesimtarët do të mësu mirë se cilat janë referencat që duhet më kthy edhe me marr fen prej tyre. Zakonisht, domethënë referencat që bazohemi ne janë kam përmend dietar, domethënë fitre, një vetina mendja nëse nuk vjen ndash me shpallën, ajo nuk vjen ndash me asnjëherë me shpallën mirë, po edhe ai ka kufit e saj, edhe duhet me ditë se deri kur ka çfarë kufini ka mendja, po në përgjithësi mendja, fitreja janë shisat dhe lajmi. Këto janë katërt. Lajmi pastaj këtu hin, domethënë ajo që ka nga Allah azza wa jall, Kur'ani, Suneti, Ijma'i. Këto janë ato referenca që duhet me ditë ku më kthy. Për këtë arsye edhe kur debaton njëri me dikon tjetër, i cili mundet me hudh dyshime, duhet me ditë një farë pike referencës se ku duhet më kthy ata. Edhe njëri thotë, një prej dietarëve, një prej atje hoxhallarëve në Arabi që ka nganjëherë thotë kom debatu me disa prej aty në dyshuesve, disa prej njerëzve që ishin diku, thotë gjithmonë kanë pas problem me ta. Se bile njëri të thash tha jam kërkuesi të vërtetës. Thash, e ku e ti çka është e vërteta? Edhe cila është shenja që me ditë se ti e ke mbërrit të vërtetën. Tha ai hesht edhe nuk di ke. Domethënë, këto njerëz janë pretendues. Po ka edhe njerëz të ndryshëm që ti mundesh më fol, aty në edhe më mush mendon ose më sjell argumente të ndryshme, nga më të ndryshmet, po ai më thon subinda. Problemi nuk qëndron te argumenti, po tek mendja, ajo far perceptimi ose metoda argumentimit. Sa ai nuk i ka parasysh çështje të ndryshme, nuk ka referenca, kur far referencë mundet mos me pas asnjë referencë dhe pastaj ki probleme ta. Për këtë arsye pikat e referencës, ato çështjet e çka konsiderohet argument, çka nuk konsiderohet argument në fe është është e rëndësishme. Pastaj edhe ato që kanë përmendur më herët është formimi një të mendumi kritik, qoftë edhe domethënë minimal, që njeriu mos me pranu pe gjithkujna gjithçka. Njerëzit ndikohen prej çështjeve të ndryshme, rrjete sociale, pe njerëz të ndryshëm pa njofton që hudhin gjithfar mendimesh dhe më njëherë përthithin dhe ndikohen pe tyne. Nëse nuk ka një të mendum kritik minimal, atëherë shumë lehtë ka mund ndiku pe tyne. Ato mendimi kritik e përmendëm pak a shumë. Domethënë janë tri çështje kryesore. Para ki argument, cili është argumenti yt? E dyta, a është argumenti sakt? Se mundet me thonë diçka jo e sakt. Edhe treta është që ai argument është që konsiderohet argument për çështjen e fjalë. Domethënë këtu janë tri çështje kryesore.
dhe ka çështje edhe tjera të detajzuara dhe rreth kësaj. Mirë, po njeriu kur e ka pak a shumë një farllë të mendumi kritik rreth çështjeve, atëherë nuk i përthith ato dyshime që dikush mundet m'ia hudh. Çështje tjetër është ta përmendëm pak a shumë që ik për dyshimeve qysh ik për leonit, ose ik për dyshimeve qysh ik për smundjeve ngjitse. Njeriu, domethënë për mekanizmave mbrojtës, është që nuk do të me ekspozu vetën ndaj dyshimeve. Sa më shumë që largohet prej portaleve ose prej leximit të librave, nuk e lexon librat e njerëzve të devijum, ose nuk bëhet followers i njerëzve të cilët janë të panjohur ose që hudhin dyshime, atëherë ky ka me pas imanin e tij në rregull me lejen e Allahut azza wa jall. Mirë po nëse ekspozohet dhe lexon dhe hen dhe hulumton nganjëherë nga kërshëria, nganjëherë nga diçka tjetër, atëherë Allah azza wa jall e lën këta në përkujdesjen e vet ose në mbështet në vetveten e tij. Dhe kanë ardhur shumë argumente që tregojnë se njeriu do të më pas kujdes imanin e tij. Bina Imam Maliku e ka thonë me çdo gjë mundesh me lut me ta, mirë po mos luj me besim. Me çdo gjë mundesh me lut edhe do të thonë me lut, mirë po mos luj asnjëherë me besimin tënd, sepse është gjëja më e shmur. Dhe ne jemi këtu dëshmitar për shembull të koronës. Edhe pse tash ka shumë çështje që ndoshta dikush mundet me i përfol rreth koronës, pandemisë, koronës a ka qenë aty, a ka pas një farë doze të konspiracionit apo jo, mirë po në përgjithësi si parim është që më thonë njerëzit frigohen edhe kanë kujdes ndaj smundjeve ngjitse, sidomos nëse ju thuhet aty se janë disa viruse vdekjepruese. Tash nëse e marrim e kujtojmë ato farë kemi për kujtimet e tona në periudhën pandemisë, kur shumë sidomos pe plazhve nganjëherë edhe kur hypshin në lift, atëherë domethënë i shmangishin prekjes së gjërave të ndryshme, edhe pse ndoshta virusi nuk përçohet ashtu, mirë po për shkak të frikës së madhe, sepse virusi paraqitike që është vdekjeprues. Mirë po tash mundem me marr atë çështjen e viruseve të tjerë, për shembull, virusin e Ebolës ose virusin e Hantas ose në periudhën viteve 70 në Kosovë kon variolla vera, që kon në atë kohë kon virus vdekjeprues që domethënë njerëzit pastaj kanë nejtë edhe në karantinë. Ato metoda domethënë mjekësi që kur ka dikush në ndonjë smundje ngjitse me nejtë vetëm në karantinë mos me pas kontakt me të tjerat. Po sidoqoftë domethënë njeriu kur e din që është një virus vdekjeprues, ka më kujdes që mos me pas kontakt me personin e caktuar. Edhe më rujt prej tij. Nëse dikush pastaj thot për vetveten e tij, për vetveten e vet se ç'është më e shmume dhe më e vlefshme është Islami, atëherë edhe njeriu nuk do tash që më taku me njerëz të ndryshëm dhe me këshir do shta ky për mund ato sa ai tjetri po e mund kët. Dhe Allah azza wa jall ka thonë në Kur'an, wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrihi. Kur të shesh ata të cilët futen edhe polemizojnë rreth argumenteve të Allahut azza wa jall, hudhin dyshime, polemizojnë rreth ajeteve të Allahut azza wa jall, rreth fesë Allahut azza wa jall, fa'rid anhum, largohu prej tyre, ktheu shpinën, derisa të kalojnë edhe të flasim diçka tjetër. Pra, kjo është ajet kuranor, po edhe ajeti kuranor tjetër, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim maradun فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Allah thot Allah azza wa jall në surën Al Imran se Allah azza wa jall ka shpallur ajete të cilat janë të qarta, edhe këto janë baza e librit, baza e Kuranit. Dhe ajetet e tjera të cilat janë mutashabihat, që janë dy kuptimshme. Ndërsa ata thot të cilët kanë zeg, kanë më thonë devijim ose dyshime në zemrat e tyre, ata janë që merren me këto ajetet do më thonë dy kuptimshme. Sigur se për me qartësu pak më shumë ndoshta këto ajetet e dy kuptimshme, vetëm kjo kul huwallahu ahad që merret zakonisht si do të thonë si parafrim se cilat ajete
të qarta, që cilat janë shumica ajeteve kuranore dhe ajetet dy kuptimshme që kanë një kuptim të saktë dhe një tjetër të pasakt, e njerëzit të ndryshëm mundohen me hudh dëshirën nëpërmjet koncentrimit edhe përmendjes së këtyre ajeteve të dy kuptimshme. Kul huwallahu ahad, Allahu është një, është ajeti i qartë dhe ajetet e tjera kuranore të cilat dëshmojnë për njëshmërinë e Allahut azza wa jall. Ndërsa ajet i cili është i dy kuptimsh është inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ne kemi zbritur dhikrin dhe ata do të ruajnë. Dhikrin do të thonë Kur'anin. Në rend të parë Kur'anin. Ne, do të thonë për emri vetor ne, në shums. Këto mund të kuptu kjo ajet kuranor në dritën e këtyre ajeteve të qarta, do të thonë ne në formë madhërimi. Në formë madhërimi Allah azza wa jall thot për veten e tij ose sepse në zbritjen e Kuranit ka marrë pjesë edhe Xhibrili alayhis salam, ka marrë pjesë edhe Xhibrili alayhis salam, edhe Allah azza wa jall do të thonë ka përdorur këtë për emrin vetor për me tregu ose në formë do të thonë për me madhëru vetveten e tij, sikurse edhe që sot për shembull në Arabi Saudite mbreti Salman kur jep një urdhë dhe thot ne mbreti Salman. Do të thonë për me tregu se ai është i cili duhet të tjerat me respektu urnat e tij dhe po ashtu kur ne i drejtohemi të tjerëve të cilët janë më të vjetër dhe i thomë jo, nuk i thomi te, po i thomi jo. Pra dhe në jetën e përditshme përdor këta. Edhe kjo ajet kuranor kuptohet në dritën e këtyre ajeteve të shumta të cilat janë të qarta. E njerëzit e ndryshëm të cilët kanë kanë smundje në zemrën e tyre, kanë në dyshje, kanë smundje të dyshimit, ata janë të cilët mundohen këto ajete me gjetë dhe pastaj me hudh dyshimet tek besimtarët. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith: "Wa idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha fa ulaika alladhina sammahum Allah fahdharuhum." Nëse i vren disa njerëz të cilët pasojnë këto ajetet të cilat janë dy kuptimshme, ata janë ata të cilët ka treguar Allahu azza wa jall për ta, prandaj runi pe tyne. Si do të thotë se njeriu do të më ruajt prej njerëzve të cilët hedhin dyshime, jo me shku edhe me bo follow ose me ndigju veç nga kërshëria dhe me këshyrë se çka po mban ai çfarë po thot ai tjetri. Sepse kështu, domethënë ekspozon vetes ndaj dyshimeve dhe pastaj mundet që ndonjë dyshim me u hudh edhe me zon vend në zemrën e tij, mos mu hiq babaki tek mas një 10 vjetër, 20 vjetër babaki s'heqet asnjëherë dhe bëhet shkak që njeriu me deviju pe rrugës së drejtë. Dhe ka shumë pe fjalëve të selefit që kanë pas parasysh këto dhe kanë thënë se njeriu nuk do të më dëgjoj pe grupeve të devijume, qoftë ato ateiste ose domethënë ose edhe që janë bidaxhi. Kan thënë Muhammed ibn Nadr ka thënë men asgha li sahibi bid'atin wa huwa ya'lam nuzi'at minhu al-isma. Kush dëgjon një bidaxhi duke ditur se ai është bidaxhi, thatë i hiqet mbrojtja dhe Allah azza wa jall e lën të mbështetur për në vetën e tij. Ndërsa Ibn Qayyim tregon ka një fjalë të tij apo edhe në një fjalë të tjetër tregon se Sheikhul Islam ka thonë mos e baz zemrën tonë sikurse sfungjeri, i cili përthith çfarë do që i hudhat atij. Mundet me përthith nëse hudhet ujin e pastër ose për shembull Coca-Cola ose diçka e cila është e pastër, po mundet me përthith edhe nëse hudhat atij në ndonjë ndytësir, mundet me përthith ata. Domethënë përthith gjithçka. Përthith gjithçka sfungjeri. E thotë mos e baz zemrën tonë sikurse sfungjeri, i cili çdo dyshim i cili ja hudh dikush ai e përthith edhe e planon ato. Thotë bën zemrën tonë sikurse çelçi që ti e sheh se ato tjetrën se çka në mirë po ai nuk mundet me të përtutë ti. Ndërsa Dhahabiu ka thënë shubah khattafa wal qulub da'ifa. Dëshimet janë rrëmbysë ndërsa zemrat janë të dobta. Imam Maliku e përmendëm edhe një herë, me çfarë gjëja të luash në këtë jetë, mos luaj kur me fen tonë, mos luaj kur me fen tonë edhe me besimin ton. Edhe ekspozimi ndaj dyshimeve është fitne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith: "Man tasharrafa laha tastashrifuhu, faman wajada minha maljan aw ma'adhan faly'udh bihi." Kush e vënon veten e tij përballë sprovave edhe ekspozohet sprovave, ato do ta përfshin, domethënë do ta
përfshin dhe do të trajtohet te ai dhe kush gjen ndonjë streh ose në mbrojtje le të strehohet aty. Prandaj njeriu do të më largu, nuk do të më ndëgju dhe nuk do të më thonë vetën e tina se kjo është, do të thonë, njeriu nëse nuk e ndëgjon atëherë mund me kon frikacak, kjo nuk është trimëri e vërtet, ja përkundrazi kjo është trimëri e vërtet dhe është shenjë e rrugës së fesë të tina. Prandaj njeriu duhet me kujdes për fenë e tina dhe më ik prej dyshime, mos me lexu çdo gjë që i ekspozohet. Nëse të vjen ndonjë diçka në rrjetet sociale, atëherë vetëm me bën skip edhe nuk e lexon edhe nuk e ndëgjon. Rregulla e 6 është me kujdes, me pas kujdes edhe me përgjigj shoqërinë e mirë, sepse shoqëria e mirë nganjëherë dikush është pak më i dobët në iman, ai tjetri e mban pak më shumë këtë tjetrin nëse dobësohet. Edhe mund të më ndiku që mos me deviju. E nëse pra e përgjigj shoqërinë e mirë, që kjo shoqëria e mirë ndikon që njerëzit mos me deviju nga rruga e vërtet, edhe nëse kanë ndonjë dyshim, dinë çush me trajtu ato dyshime. Dhe çështja tjetër është duaja. Duaja dhe përmendëm duan e Ibrahimit alayhis salam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahun azza wa jall, ya muqallib al-qulub yathabbit qalbi ala dinik. O rrotulluese zemrave, përqendroje zemrën time në fenë tonë. Për këtë arsye njeriu do të me lutë Allahun azza wa jall vazhdimisht kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lutur, atëherë na jemi më të denjë për me lutë Allahun azza wa jall që më na bë të qëndrueshëm në fe. Vim te pika e fundit, çush do të mi trajtu dyshimet pasi që të zojnë vend të dikush. Domethënë dikush ka ndodhur që ka lexuar ndonjë libër ose ka ndajtur me ndonjë njeriu ose ka dëgjuar diçka në internet dhe pastaj është ndiku pe atina dyshimit. Nuk është vezvese, po është dyshim, ka nis me dyshu. Çush do të mi trajtu këto dyshime? Rregulla e parë që do të më qëndru përballë se i kesh përballë dyshimit edhe mos më dobësu, më koni fort. Jo çdo dyshim i cili vjen nga dikush, edhe ti për shembull ose ai tjetri nuk ja dim përgjigjen, do të thonë që nuk ka përgjigje për ata. Edhe jo çdo dyshim i cili thuhet në mënyrë më të mirë, edhe në mënyrë më elokuente, është ai dyshim që ka bazë. Dikush përdor metoda të ndryshme për, do thonë, jo zbukuru atë dyshim të tjerëve, kur të këshir pak më thellë ai nuk është diçka që ka thonë edhe nuk përsendon ndonjë argument. Për këtë arsye njeriu fillimisht kur të vjen ndonjë diçka që ka ndëgjuar më herët, edhe është një farë lloj dyshimi tek ai, nuk do të më dorëzu, do të më koni fort edhe më qëndru përballë. Çështja tjetër është më kthy sinqerisht tek Allahu azza wa jall. Lut Allahun azza wa jall. Nganjëherë disa njerëz më shumë i ndërmarrin të shkaqet, kthehen te dietar, te hoxhallar, edhe kjo është ndërmarrje e shkaqeve, është në rregull se do të vjen me lejen e Allahut azza wa jall. Mirë, po më shumë i kushton vëmendje kësajna se sa më kthy te Allahu azza wa jall. Sepse në fundit njeriu kur të ka ndonjë dyshim, edhe shkon tek ndonjë hoxh, ndoshta bën Allah azza wa jall nuk do më uzu, do të thonë për arsye se për hikmete të ndryshme, nuk do më uzu sado që shkon tek hoxhallar të ndryshëm. Për këtë arsye fillimisht kur të ndodh ose kur vjen dyshimi, duhet me lut Allahun azza wa jall që më ia largu këtë dyshim, se udhëzimi është në dorën e Allahut azza wa jall. Udhëzimi është në dorën e Allahut azza wa jall. Rregullat e tretë, mos mu thellu edhe mos me analizu më shumë këtë dyshim. Do të thonë mos më thellu edhe me hulumtu edhe me këshira është i vërteta, është i sakta, jo, me hulumtua më shumë çka kanë thonë, çka s'kan thonë. Ja, mjaftohet njeriu me ato çka e ka lexuar, mësoni mundohet edhe me gjithë përgjigjen ndaj saj, na. Mirë, po jo që pastaj me hulumtu me këshira është i vërteta, cilat janë argumentet, çu kanë përgjigjet të tjerë. Ja, nuk bën njeriu që pastaj edhe me u thellu më shumë edhe mos zgjeru, sepse kështu masani këtë dyshim edhe më shumë ka me zonë vend në zemër. Rregulla e katërt është mos me përhap ata tek të tjerët. Kur vjen dikuj në ndonjë dyshim, ka njëherë ndodhë që ai me përmendin një grup WhatsApp-it ose dikun tjetër, dhe nëse ki ndonjë dyshim, atëherë mos e përhap tek të tjerët, po merru me vetveten tonë gjojë dikon që mundesh me trajtua atë dyshim tek ai.
Rregulla e pestë është me shku te mjekët për me kërku shërim, sikurse që njeriu shkon te mjek për çështje për sëmundje të ndryshme që godasin, atëherë edhe dyshimit janë sëmundje dhe për këto duhet me shku te mjek kompetent. Jo çdo mjek është që mundet me trajtu atë dyshim, do të me shku tek mjek, tek hoxhallar, tek dietar kompetent. Janë disa çështje pak më thjeshta që ka përgjigje për to. Mirë po, për disa për dyshimeve, jo çdo hoxh është që jep përgjigje dhe din përgjigjen edhe din më të bind. Për këtë arsye do të me shku tek ai i cili është kompetent, i cili posëdon dije, dhe Allah Azza wa Jalla ka thonë inna shifa'al 'ayyi su'al, ata që përmenëm më herët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërtet ka thonë inna shifa'al 'ayyi su'al, është shërimi i paditurisë edhe ignorancës është me pyet. Dhe këtu kemi nevojë vetëm me përmend një çështje me rëndësi. Se nganjëherë njerëzit pretojnë me shku ose hezitojnë me shku tek hoxhallarët. Për arsye të ndryshme, nganjëherë dikush ndoshta nuk e ka pas ndonjë përvojë të mirë ndoshta me ndonjë hoxh kur ka pyet diçka dhe ai pastaj heziton. Ose dikush e mall në vete se krejt familja e tij për shembull është fetare, edhe nuk dëshiron që me dal keq para të tjerëve. Mirë, po ai dyshim vazhdimisht rrin në zemrën e tij. Për këtë arsye këtu duhet më kriju një farë besimi ndërsjellë ndërmjet hoxhallarëve, dietarëve, domethënë prisave dhe xhamatit ose njerëzve të thjeshtë, që ata mos më hezitu, pra xhamati me pyet hoxhën për çdo çështje. Po ashtu edhe duhet më kon një besim ndërsjellë ndërmjet prindve dhe edhe fëmijëve, se shpeshherë fëmijët ndoshta kanë ndonjë problem, mirë po nuk i paraqesin këtu para prindëve të tyre se për çështje të ndryshme, se ose frikojnë për tyre ose për çështje të ndryshme. Për këtë arsye, njeriu për çështje të dyshime të ndryshme duhet me i pyet njerëzit kompetent, dietarët, hoxhallarët. Rregulli i fundit që mundem me përmend këtu, edhe me përmbyll është çfarëdo që të ndodh, njeriu duhet të ka parimeve edhe bazave që i ka, që i din. Nganjëherë mundem me kon e paqartë ai disa tek ai disa çështje. Mirë po, të paqartën e kthen te e qarta. Të paqartën e kthen te e qarta. Nganjëherë nuk mundet njeriu me ditë ndonjë detaj, siç më rrezu ndonjë dyshim. Mirë po, e pavërteta. Batili njihet në dy mënyra. Mënyra e parë është duke ditur argumentet ose argumentet në detaje rreth dyshimit në fjalë. Domethënë çish më përgjigj ndaj dyshimit në fjalë. Mirë po, mënyra e dytë është se kjo vlen zakonisht për masën e gjon, duke ditur se kjo vjen ndesh me të vërtetën. Çdo gjë që vjen ndesh me të vërtetën, që ti ke mësuar, që ti e din, edhe pse se din përgjigjen në detaje, dije që domethënë kjo është e pavërtetë. وماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال. Çdo gjë përveç hakut është dalalet, është devijim, është humbje. Pra njeriu nganjëherë mundet mos me ditë atë përgjigjen, atëherë duhet ato që është e paqartë me kthy të qarta dhe mundet me vret pavërtetën edhe me konfirmuar të pavërtetën vetëm se bjen ndesh me ato të vërtetën që e din ai, që e din edhe që ka mësuar me argumente. Ndoshta nuk e din në mënyrë të detajuar se çfarë përgjigje duhet me i dhënë asajna, aty në dyshim i mirë, po mjafton që vjen kundërshtim me të vërtetën që e din edhe ka mësuar ai. Ve kaq përfundojmë, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.